Përshëndetje, quhem Fatlin Melani. Sot unë do të flas për ujin Kangen ose ujin e hidrogenizuar. Kam pasur ca pyetje të bëra, çfarë është elektroliza dhe unë këtu vendosa që të bëj një video të shkurtër, shumë të shkurtër, të procedurës së elektrolizës. Kjo është një foto e një grafike që kam bërë për sistemin e elektrolizës dhe si punon makina Kangen. Për individët që nuk e dinë se ç'është makina Kangen, uji Kangen, që është uji Negjik, është kompani japoneze që unë e quaj uji gjallë ose uji hidrogenizuar, dhe unë mendoj që uji hidrogenizuar do jetë uji i ardhshëm në tokë. Kjo thjesht është çështje kohe. Dhe unë kam bërë hapin që kjo gjë kaq jetike, kjo gjë kaq e rëndësishme për trupin e njeriut, t'i afrohet edhe tregut shqiptar. Ky sistem bën shumë gjëra, po në këtë rast unë thjesht do të flas për procesin e elektrolizës. Kjo makina Kangen, që prodhon 7 lloje ujrash, fillimisht kalon uji që është uji i rrjetit, në këtë rast merret uji i rrjetit Tiranës, kalon përmes sistemit të filtrimit, dhe nga dhoma e filtrimit futet në dhomën e ionizimit. Dhe në dhomën e ionizimit kemi atë që quhet anoda dhe katoda në gjuhën e shkurtër, se njëra e ngarkuar pozitivisht, tjetra e ngarkuar negativisht, dhe kur uji kalon përmes një qarku elektrik shumë intensiv dhe ka shumë rëndësi voltazhi gjatë procesit elektrolizës, H2O-ja ndahet në H2 i tretshëm në ujë, molekulat e hidrogenit. Kjo e bën atë ujin e hidrogenizuar që kalon këtu sipër te kjo tuba e sipërme, që kjo tuba e sipërme këtu simbolizon këtë daljen e gjatë të këtushme. Dhe uji oksigenizuar është ky ujë që del në pjesën e poshtme dhe ky është uji acidik. Ky ujë përdoret për pastrim, ka shumë veti të ndryshme dhe ka stade të ndryshme në përputhje me zgjedhjet që ne bëjmë në këtë makinë, edhe uji alkalizuar që del nga tuba e sipërme. Gjatë procesit të elektrolizës, pse duam procesin elektrolizës dhe çfarë bën elektroliza? Dhe ionizimi ndan molekulat e ujit në mënyrë që hidrogjeni të dalë nga një dalje dhe oksigjeni të dalë nga dalja sekondare. Ose uji i oksigenizuar dhe uji i hidrogenizuar. Ky është koncepti në të. Kjo çfarë ndodh në këtë proces? Gjatë këtij procesi elektrolizës zëvendëson acidet e tretshme në ujë me minerale si kalcium, kalium, magnezium e natrium dhe e shndërron atë në ujë të hidrogenizuar. Dhe pjesa tjetër ose uji acidik del nga pjesa e poshtme që përdoret për gjëra tjera. Në rastin në stadin e dytë zvoglon ngarkesën e elektroneve të ujit, duke e shndëruar ujin tuaj në lëngun më të lartë antioksidues në planet. Dhe është shumë e vërtetë, ka një fuqi të reduktimit të oksigenizimit ose fuqia antioksidante në gjuhën e përditshme të njerëzve për jashtë, nga -400 deri -800. Unë nuk di një sistem të tillë që sot mund të ketë arrit një stat të tillë për atë që ne quajmë ujë. Okay? Ndihmon në zhvendosjen e toksinave përmes urinimit, djersës dhe kanaleve të tjera normale, dhe të eliminimit përmes veshkave, zorëve dhe limfës edhe lëkurës, që do të thotë ndihmon sistemin imunitar. Kjo makinë ka dobi shumë të tjera, po këto janë të lidhura strikt me procesin e ionizimit. Nëse ju do të keni pyetje rreth ujit Kangen edhe procedurave të tjera të brendshme në makinën levelu K8, mund të më çoni një tekst tek numri 069 348 2052, edhe teksti mund ta çoni në fjalën Kangen. Shumë faleminderit, miru takofshim.